Çfarë ndodhi në Mars, brenda një muaji, që nuk e tha askush dhe nuk e mësoi askush? 20 kompanish nga më të fuqishmet në tregun botëror, nga më të njohurat, më të famshmet, pikërisht përpara pandemisë dhe gjatë saj kanë dhënë dorëheqjen. Çfarë dinin këta që nuk e dinin dhe që nuk e dim ne? Si mund të largohesh nga një kompani, si drejtues i saj, pikërisht në parsin e fillimit të karantinës dhe mbylljes së globit? Ndër ata që dhanë dorëheqjet është themeluesi i Microsoft Bill Gates, i cili është larguar si Microsofti që në fund të vitit 2014, kurse vetëm para pak ditësh u largua tërësisht edhe nga bordi i kompanisë Microsoft, të cilën vetë themeloi, për t'ju përkushtuar filantropisë, siç ka deklaruar. Çfarë ndodhi atëherë vallë dhe çfarë pasoja ka sot? Bill Gates, me sa kuptoni në vitin 2014 u largua si CEO i Microsoft dhe në vitin 2015 filloi të merrej me viruse. Ju kushtua filantropisë, vaksinave dhe COVID-19 dhe ja arriti me rezultate shumë shifrore. Jetësh të humbura. Misionin e mbylli deri në atë moment me rezultate të larta. Si më poshtë lista e kompanive dhe datat e dorëheqjeve të CEOs të secilës. 1. Walt Disney's kompani dorëheqje 25 shkurt 2020. 2. Microsoft shkurt 2014. Dorëheqje si sër dhe në mars 2020 largim nga bordi i kompanisë. 3. Hulu Disney dorëheqje 31 janar 2020. 4. IBM dorëheqje 30 janar 2020. 5. LinkedIn dorëheqje 5 shkurt 2020. 6. Uber Technologies Inc. Uber Eats dorëheqje shkurt 2020. 7. Salesforce Velocity dorëheqje 25 shkurt 2020. 8. eBay dorëheqje 25 shtator 2019. 9. MGM US Casino Resort International 12 shkurt 2020. 10. Nestle Global dhe Nestle Hotels North America dorëheqje një shkurt 2020. 11. Volkswagen si dorëheqje 7 janar 2020. 12. Mastercard dorëheqje 25 shkurt 2020. 13. Nissan dorëheqje 8 shtator 2020. 14. Victoria Secret dorëheqje 20 shkurt 2020. 15. T-Mobile dorëheqje 18 nëntor 2019. 16. Dorëheqje Harley Davidson dorëheqje 28 shkurt 2020. 17. Orc Following Investors dorëheqje 24 shtator 2019. 18. Julie Cigarette Maker Philip Morris dorëheqje 25 shtator 2020. 19. Tinder Occupied Haing Match Group dorëheqje 28 janar 2020. 20. Bayer Pharmaceutic dorëheqje mars 2020. Pse dhan dorëheqje nga 20 gjigant të tregut brenda një muaji? Pikërisht muaj të pandemisë, karantinës, masave shtrënguese? Si lidhet kjo me tregun dhe financat? Çfarë dinin këta persona që bën një lëvizje të tillë të gjithë në sinkron? Më jepni mendimin tuaj në koment. Mars Channel. Please subscribe.